Komuna e Prishtinës do të paguajë 18.000 euro për zhvendosjen dhe kthimin e shtatorës së presidentit Ibrahim Rugova para katedrales Nën Tereza. Krejt kjo në kuadër të projektit për atë që njihet si sheshi George Bush. Historia e tentimit të implementimit të projektit për sheshin George Bush do të hapë edhe një etapë të re. Pas nisjes së realizimit të projektit, pa përfillur ligjin për trashëgiminë kulturore dhe politizimit të skajshëm të kësaj çështje, zhvendosja e rivendosja e shtatorës së Ibrahim Rugovës janë pozicione të veçanta në kontratën prej 18.1 milion eurosh, sa peshon krejt projekti. Një prej punëve në realizimin e projektit për sheshin George Bush është edhe zhvendosja e kësaj shtatoreje. Çmimi për cilën është marrë vesh komuna që ta zhvendosë shtatorën dhe pas implementimit të projektit ta kthejat në vendin e njëjtë, për ata që merren me këtë punë është tejet i fryrë, përderisa për komunën e Prishtinës është çmim real në treg. Autori i shtatorës, Fatmir Hoxha, ka thënë se nëse zhvendosja dhe rivendosja paguhen 18.000 euro, atëherë në këtë rast bëhet keqpërdorim i madh. Nga përvoja di se me 2.000 euro mund të bëhet ajo punë, por nëse rasti është shumë urgjent, mund shkoj deri në 3.000 euro. Koha u ka dërguar pyetje 2 prej 3 kompanive që kanë marrë përsipër të kryejnë punimet, por ato nuk janë përgjigjur. Implementimi i kësaj kontrate se ka problem të vetëm çmimin për zhvendosjen e vendosjen e shtatorës. Për autoritetet komunale s'bëhet fjalë veç për zhvendosje. Nuk është vetëm montim apo demontim, por komplet ndërtimi i platformës dhe ku do të qëndrojë shtatorja. Që ta thjeshtsojmë më shumë, 63.000 metra katror intervenim për komplet sipërfaqen është 288 euro për metër katror. Historia e punimeve në George Bush do të niste në mars të këtij viti, kur komuna, pa përfillur ligjin për trashëgimi kulturore, synonte punimet midis 5 monumenteve dhe zonës së mbrojtur të qendrës historike të Prishtinës. Komuna s'kishte marrë leje për ndërhyrjen nga Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, si vetëm institucion me mandat për miratimin ose refuzimin e projekteve që prekin trashëgiminë arkitekturore. Punimet komunës janë ndërprerë disa herë nga Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore. Pas kësaj, komuna kishte bërë kërkesë në Institutin e Kosovës për mbrojtjen e monumenteve për pajisje me leje. Në ditën e 16 prillit, komuna ishte njoftuar se projekti nuk ishte miratuar. Përderisa komuna si ka bërë plotësimet e kërkuara, punimet vazhdojnë veç në njërin anë të saj, që dikur ishte rrugë. Pjesa tjetër është zonë e mbrojtur e qendrës historike të Prishtinës.